Ku njeriu keq ka t'ia kona syni, don me pas për veti, kur rahat nuk bëhet ti. Një ditë, djali ibn Omerit, radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Omeri, kishte blerë ca pemë në treg, që halal është normal, elhamdulillah. Shkojnë në shtëpi dhe baba i ti Omer njëri menqër, nuk e qërtej pse ka blerë pemë, se halal jenë me hongër, pse ju, elhamdulillah, por deshi që të edukon të djallën e ti. E i tha, pse i bleve këto pemë? Tha, më shkoj synin tu e makojti e i bleva. Atër Omeri tha, një regull të madhë njët, tha, e kulle me shterejtum, a krej që ka tja u shresini duhet me e bleja? Sot fatë këtë është njerëzit, shpesh herë hargjojnë para, marrin borqe, shikoni bankat, janë mbushur me borçli dhe kredi marrës, fatë këtë është. Për çfarë arsye? Shpesh herë për gjëra luksoze. Rrallë herë për nevojshme e thuaj hiq apo fare pak për gjëra të domosdoshme. Për faktin se syni tash po ka mundësi me pa shumë. Shiko shtëpinë e këtij, shiko bukuritë e kësaj, shiko në këtë internet, shiko në këtë rrjet social e kështu me radhë, e blem, e marrëm, e çka duhet, atë kryjm punë, a është për ty, sa më rëndësi, syni t'ia kona. E pa dyshim të ndrozër, ku njeriu keq ka t'ia kona syni, don me pas për veti, kur rahat nuk bëhet. S'ka mundësi më rahat, nga se këtë dunjan me tallon nuk ndihesh, kur gjithmonë ka diçka që e shes se valla kish me kombi me pas edhe qita. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoi sa bukur ai na ka mësuar, ai than hadithe kështu. E nga ai mori Ebu Darda e tha, Ebu Darda, Zoti qoftë i kënaqur me të, s'bosh shahat kur vetëm epshin e pason. Duhet epshin me nal.